Do e nisi me intervistën që paralajmërova qysh në fillim, në një lidhje të drejt për drejt, kemi avokatin Azem Vllasi. Zoti Vllasi, përshëndetje. Përshëndetje juve, faleminderit për ftesë. Më vjen shumë mirë që ju kemi sot në këtë lidhje të drejt për drejt, ndonse të gjithë e dim se janë të vështira prononcimet në këtë kohë për juve që jetoni në Amerikë. Si jetoj, po ne jam musafer në Amerikë, dhe ditë një me është heret, po s'ka problem. Të falenderoj shumë, sinqerisht jemi shumë mirënjohës që të kemi. Kanë mbetur në fakt nga biseda e fundit që kemi pasur, edhe kanë rrjedhur zhvillime të shumta, mirë po nuk është që kemi bërë shumë progres në zhvillimin apo në zgjidhjen e problemeve që kemi pasur me konstruimin e kuvendit. Kanë mbetur edhe pak ditë deri tek data 30 shtator, kur edhe do të përfundoj masa e përkohshme e vendosur nga gjykata kushtetuese. Çfarë prisni, zotri Vllasi? Mirërisht, jo që s'kemi shënuar progres, por kemi shënuar regres. Unë si person neutral që nuk rrështohem, as nuk jam i krajnë, asnjë grupit parlamentar, as partive, gjërat i shikoj kështu. Kemi përjetuar një degradim, edhe në çështje të brendshme, por edhe në raport, edhe lidhur me pozitën e ndërkombëtare të Kosovës. Shifni që 7 muaj e gjys që e kemi parlamentin i cili nuk funksionon. E kemi qeverin teknike e cila faktikisht nuk ka kompetenca ligjore kushtetuese si qeveria që zgjidhet tamam. Tashti kemi ardhur në situatë që nuk dihet edhe më të tjetë ç'është do të zhvillohet situata. Ç'është do të zhvillohen, çfarë zhvillimesh do të kemi. Kjo që pam në parlament gati 4 muaj ishte qesharake, çdo dytë ditë votohej për të njëjtin kandidat për kryetar që nuk kalonte. Deputetët vinin se po bojnë punë të madhe, apet nuk e votonin atë kandidatin, më ne ju lodha i kryesuesi i shkreti, i cili ndërkohë pati edhe një problem personal, i vdiq ai shoku i jetës, shefi i grupit terrorist syri i popullit që e kishte pas bërë listën prej 20 vetëve, mi vra me shliru Kosovën në pet. E hajtë më në fund doli që pas ka qenë mundun me zgjellë kryetarin. E propozun këtë tash që është Dimal Basha, por që po ndodhe, tash ja kanë do farshi blash, po thojnë para një 13 nim diplomës a shka ka bon në Amerikë, dishka pas ka shkru kesh për UÇK-n, edhe kjo është në pikpytje. Dhe tashti po vunë edhe gjykatën kushtetuese në këtë çështje për zgjedhjen e kryetarit, që kjo hiç nuk ishte punë e gjykatës kushtetuese, për gjykatën me ndihmuar diçka, për nuk bati hava, nuk i respektojshin vendimet e... Po, Vllasi, në fund gjykata... Para se të dalim pastaj të gjykata kushtetuese, me qenë se dhe përmende zgjedhjen e kryetarit të kuvendit Dimal Bashën, si e keni parë ju, sepse ka shumë kundërshtime në zgjedhjen e tij, disa madje kanë kërkuar dhe shkarkimin e tij, nesër do të bëhet një padi nga përfaqësues të UÇK-s pikërisht për punimin e tij shkencor, për cilin edhe ka kërkuar falje dhe ka kërkuar që t'i hiqet emri nga ai punim. Për që kjo është do më thonë vazhdimi i cirkusit që shohim prej zgjedhjeve këndej, do më thonë kënë se u votua kryetari i parlamentit, po del që qenë ka një person për cilin
thonë se është problematik. Dhe tashti çka mbetet? Tashti nëse kërkohet shkarkime, bën vakiçi, bëhen shumica e votave që ata që kanë votuar do PDK-s kush ishin, i tërhekin votat edhe metet pa mandat. Do më thonë, vazhdon kriza, që do më thonë ky parlament. Pres politike në pushtet, jo që nuk janë të gatshëm me nxjerrë shtetin nga kriza, me ecë përpara, me kry punë për interes shtetit, po gjithnjë janë të e zhyt shtetin pe krizën krizë. Po. Zotri Vllasi, konsideroni apo a mendoni që do të bëhet kjo, do të iniciojnë shkarkimin e tij, duke qenë se janë bërë goxha do ditë prej kur ka dalë në publik punimi shkencor i Bashës, ku përmendet UÇK-ja, në anën tjetër edhe kërkimfalja e tij, dhe pas kësaj kanë kaluar disa ditë dhe ende nuk kemi parë asnjë reagim nga deputetët edhe ata të cilët e kanë votuar. A konsideroni që ndoshta tani është vonë apo edhe mund të shkarkohet Basha? Nuk di, unë a mund shkarkohet, por ne po mendoj ka po shkojmë, në cilën fazë të krizës ma të tje pëhim. Thuhet ti që nuk ku kujtoj ke dikush me thonë, nëse jipet në i propozim i ri, pas ati propozimit asaj kandidatës për atë zojen që u votuat 20-50 hera sa e nuk u votu, me thonë këta që kanë drejt kushtetuese vetëvendosja, na e kemi kandidatin këtë, që qito që tash që është këtë Dimal Basha, dhe votimi do të bëhet në ato çdo 2 ditë që i mojshin mbledhjet, votimi balancën e ardhshme. Dhe këta kishin pas drejt me këshyr kush është ai njeri, mi gjetë këto vretje, po qaty dullen me propozim. Jo, Vllasi, kam pasur kohë, sepse nuk është votuar Basha ditën e parë, sepse ishte vetë PDK-ja e cila abstenoi, e pastaj kur u kritikua se po binte në kundërshtim me fjalët e veta, kur tha se do të votonte cilin do kandidat që nuk ka qenë pjesë e kabinetit të Kurtit, atëherë kur mori këto kritika edhe vendosi që ta votonte Bashën. Pra, ata nuk është se s'kishin kohë për ta menduar këtë. Tashti, do më thonë, kjo është një lojë e papërgjeshme. Edhe ata që kanë votu e pas kanë votu, tashti po thënë se pas kanë ditë kusho, do më thonë përgjegjësia për vazhdimin e kësaj krizës dhe lojnat lidhur me kryetarin e parlamentit njohet me kanë si propozuesit vetëvendosja, ashtu pra dhe ata që e kanë votu. Por masi e kanë votu, nëse dalin këto çështje të vërteta, në të letë në të merret muhetua e çështje, edhe në të këshyret kush është Dimal Basha, çfarë gjunohit madh pas ka bo, që s'mundet me qenë kryetar i parlamentit. Konsideroni ju që, zotri Vllasi, që Basha është një përfaqësues, po e quaj idejnë për Kuvendin e Kosovës si kryetar, me gjithë fjalët që ka në fakt që kanë qenë në atë punim shkencor që flasin kundër UÇK-s. Nuk e një, mas unë vetë për ato se unë asë nuk e një Dimal Basha, asë kum një për ta, asë nuk di shka ka shkruar, ashtu që për këtë çështje nëse mundi na i bashkë bisedus tjetër, nëse keni na i pyetje lidhur me tema ma serioze, vazhdojmë bisedë. Po sigurisht do të flasim, por gjithë ngërçi pastaj po lidhet me Dimal Bashën, për shkak se para pak ditësh kishim në një intervistë kreun e nisme socialdemokrate Fatmir Lima, i cili që nga fillimi ka qenë i hapur për një marrëveshje, mirë po atë ditë tha se do të jemi hapur për lëvizjen vetëvendosje vetëm nëse shkarkohet Dimal Basha. Dhe prap po qëndron, pra do më thonë, do duhej me patjetër t'i kthehemi Dimal Bashës, duke qenë se as nisma socialdemokrate që ishte një opsion për lëvizjen vetëvendosje në çfarë do kohe, as këtë opsion nuk e ka më, përderisa Dimal Basha vazhdon të jetë kryetar kuvendi. A përsheni që s'pedim ku jemi, Fatmir Lima i ka 3 deputet aty, thot
do t'i tërhequn votat edhe nuk di qëndrimin e Fatmir Limes, por problemi që tash qyre e kanë sjell situatën deri aty që gjykata kushtetuese praktikisht ju ka dhënë një muj ditë pushim, si pushim mjeku, ajtë se nuk jeni të kry gjo, rrini një ditë, një muj pushim, deri me 30 e kanë pushimin, edhe kanë me vazhdu krizën, kanë vazhdu debatët rrëna, a është ky kryetar i kuvendit që zgjella po duhet me hjek, e men kur të vinë në fazën me votu qeverin, aty ka me pas problem edhe ma shumë. Dhe më thonë, e kemi një udhësi, një parlament i cili prodhon krizë të vetën, dhe kjo krizë për shoqërinë, se dini s'ka që Kosova si një vend i vogël, i brisht, që përbon 8 muje hime, për duket vazhdojt me kitë krizë. Mos me pas parlament funksional, mos me pas qeveri me mandat plote, jo qeveri teknike që e fshin oborin, kjo është çështje jashtë zakonisht për të brengos. Nënën tjetër, për këto arsyne edhe për këtë krizë parlamentare, qeveritare, marrim kritika nga miqtë tanë ndërkombëtar, nga shtetet cilat kanë më shumti merit që Kosova është liru nga Serbia dhe që Kosova është bërë shtet. Vinë kritikat nga shtetet e bashkuara, shtetet kryesore të Evropës perëndimore, dhe tashtit nollet dikush me ndonë, amon ku jemi, ka po e qojnë Kosovën këta njerëz. Tashti është harru mo që ishin ato zgjedhjet e 9 frorit, ishin të mira, ishin të rregulla, e dhanë provimin qytetarët, për ku me det për këne pas kanë dhanë provimin votuesit. Po, ndërka që zotri Vllasi, arsyeja pse u dha kjo masë e përkohshme pra këto 30 ditë pushim, si që quajtët edhe ju, ishte pikërisht ngecja që u bë tek votimi i nënkryetarëve, duke qenë se Lëvizja Vetëvendosje nuk pranoj, apo në fakt edhe i ndau votimin që bëhej zakonisht në Pako, kur votoheshin nënkryetarët e kuvendit që vinin nga radhët e komuniteteve, këtë herë ata u ndan, dhe nuk u votua propozimi i listës serbe, pasi Lëvizja Vetëvendosje kërkonte që Nenad Rashić të jetë nënkryetar i kuvendit nga radhët e komunitetit serb. Për çka lista serbe pastaj qoj kërkesën në gjykatën kushtetuese, komente dërguan pastaj edhe presidentja Vjosa Osmani, po ashtu edhe Lëvizja Vetëvendosje, cili pret në fakt të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese. Ka gjasa që të pranohet kërkesa e listës serbe, apo edhe të konsiderohet i konstituuar kuvendi kështu siç është, pa një nënkryetar nga radhët e komunitetit serb? Po kjo lidhur me zgjedhjen e nënkryetar, një nënkryetari për 5-6 sa janë, nga komuniteti serb, ishte budallakia e radhës në kuvend. Nuk u votu i listës serbe se kishte vretje Vetëvendosja. Nuk u votu Nenad Rashići, nuk i mori vota. Ishte shumë letë, të votohet Rashići e lista serbe, të konstituohet kuvendi, lista serbe pastaj thënë me kërkesën e vetë në gjykatën kushtetuese nëse ka vretje, dhe në të vendos gjykata kushtetuese. Po tashti e banën që shë banën, nuk u zgjell nënkryetari i komunitetit serb, lista serbe shkoi në gjykatën kushtetuese bashkë mirë, se lista serbe veç këshirë qysh mu zhagit punë, qysh mos mu konstitu pushteti i Kosovës, sepse dihet që ata Kosovën si shtet nuk i donë.
Pra, zotri Vllasi, Unë sunistin po thoni se gabuan partitë e ish opozitës që nuk votuan Nenad Rashiq për nënkryetar të kuvendit? Pa sigurisht që gabun. Nenad Rashiqi po i vetmi me një formacion i koja dhe Sërbë që janë mastina që e pranën Kosovën si shtet, është në kryetari qeverisë, është njeri korekt, dhe pse mos ta votonin Rashiqin e lista sërbe pastaj në shikatën kushtetuese që shkoj, por tashti konsiderohet parlamenti pa konstituum sepse nuk është absurd, unë mendoj që ky kuvendi me 4-9 kryetar që i ka dhe me kryetarin e zgjedhur është i konstituum. Me pushu, por gjykata kushtetuese u involvun këto që e involvun të i qu kërkesë e të mos e respektu asnjë vendim heq, më në fund ja vënë ka pakun që të si aty në cmutve jo jep një pushim mjekësor një muj ditë rrini pushani pak, edhe të është i këta rrinë. As kemi parlament funksion, as qeveri mojë nëse jo, kur qeveris besoj që qatë të pytje kriza ka më thellu edhe ma shumë, që ka ta kushtet kërkesën e listë, nëse i kanë dhe ju ka bashkan gjita në Gorane, asi i kanë drejt me dhonën kryetarin. Por shtrohet pyetja, po i cili jo problemi, cili qenë ka nën kryetar nga komuniteti sërb. Kosovë nuk janë asnjë problem, janë 3-4%, duhet drejtat të tyre mi respektue, me pas sigurinë, edhe e bo prej komunitetit sërb tash për listës sërbe problem çështë madh për Kosovën që kuvendi me funksionu, duhet me prit deri me 30 këtij muaj e tjera. Do thonë, është Po. Vllasi, para 2 ditësh vetë Nenad Rashiq deklaroi se nuk do të kandidojë më për nënkryetar të kuvendit. Si do të ndryshoj kjo pastaj, po e quaj lojën që po bëhet në kuvend me nënkryetarët që vinë nga radhët e komunitetit sërb? Do duhet patjetër pastaj për ta votuar një nënkryetar që vjen nga radhët e listës sërbe, me qenë se Nenad Rashiq... Pa votohet një nënkryetar, duhet me votu të listës sërbe edhe s'di cili është problemi aty, një nënkryetar i kuvendit prej 5-6 anë që nuk i vetë kërkush gjos kanë kur farë pushteti, me kryetarin i caktojnë rendin e ditës të kuvendit e tjera, cili qenë ka aj problem mu zgjell një nënkryetar nga lista sërbe, a kanë me zgjell. Nenad Rashiqi u tërhek se njeri ka dignitet, ta mos bëni hajgare me mu. Nenad Rashiqi nuk është sikur ajo kandidatja për kryetare që 40 herë e refuzun, ajo nuk u tërhek, këmi thonë kryetarit vetë që rëshka mos bë paqavër pej meje, edhe më të konstituimit kuvendit. Ndërkohë, pret që të zvaritet akoma më shumë pastaj kjo, me qenë se nëse do të propozohej Slavko Simić, sigurisht do të ishte sërish i papranueshëm, me qenë se ishte i papranueshëm dhe 3 herët e tjera që u hodhë në votim, do të zvaritet edhe më tej, zotri Vllasi, në perspektivën tuaj? Tyre, për që si deputes që kemi, çdo gjë mundet mu zvarit, por ma shumë të më thonë, kanë gjasa gjërat mu kompliku se sa mu zgjellë. Por tashti duhet dajnë në kryetar për radhës komunitetit sërb të zgjellë dhe asjo dasht jetë problem. U qoj ke dikush prej këtyne në komisionin zgjedhor, thoj ke mos ja japëm drejtën e votës se lista sërbe është organizat terroriste.
Po çfarë fjalësh po flet marrëdhënie, aty cila procedura mu shpall në i grupacion si organizat terroriste. Dhe tash ti këshyre përveç tjera ashtu ti që e kënaqëm me pozitën e ndërkombëtare të Kosovës, ta tonë marrin kritika edhe lidhur me trajtimin e listës sërbe që nuk është problem që ka ndonjë politike që kjo. Po. Në anën tjetër ka qenë pikërisht, zotri Vllasi, gjykata kushtetuese një arsye që ndoshta pastaj i dha dhe shtysë Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta pezulluar dialogun strategjik. Në anën tjetër edhe partitë opozitare vazhdimisht kanë reaguar për prishje të marrëdhënieve me aleatët ndërkombëtar. Sot Kurti është në Amerikë, po ashtu edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani. Çfarë do të thotë kjo? Si janë marrëdhëniet me aleatët ndërkombëtar? Është ky një tregues shkuarja e Kurtit në Amerikë që nuk janë raportet edhe aq keq siç edhe paraqiten? Siçoni një temë e dhimbshme që shpesho une në Amerikë momentalisht janë 3 personalitete si cili shahën veti. Kryetarja e shtetit mirë ka shkuar në Asamblenë Gjenerale të Kombeve të Bashkuara që më atëherë dhe mirë është, ka kontakte atje, i takon shumë njerëz është. Për duket si kryen veti, po vepron jo me përcjell kryetarin e shtetit, po si kryen veti ministri e punëve të jashtme. Tash ti njeva po vje Kurti, po jo me ftesën e Amerikanëve, po me ftesën e Ambasadës të Kosovës të Washington. U ku për neve. A e pranon në ikush në bisedë zyrtarisht, po edhe ne pranoft mas këtyne kritikave që jenë marrë nga Shtetet e Bashkuara dhe mas vendimit që të pezullohet një herë dialogu strategik mes Amerikës e Kosovës, si duket edhe në takov dikush e takon mja drell veshte, jo me konsiderua si bashkëbisedu serioz. Ashtu që me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë moment raportet janë ashtu që s'kanë qenë kur ma të koklavituna, po shqyqër zotit Amerika është shtet serios, shtet i fort, e din që i Kosovës janë jashtëzakonisht miqësor ndaj Amerikës, janë jashtëzakonisht mirënjohës për rolin e Amerikës, çlirimin e Kosovës asë, dhe për Amerikën, ka kështu i shikon gjona, një ditë do të vjen një qeveri tjetër, do të vinë do njerëz ma normal në pushtet. Me këtë qeverinë aktuale që është, zotri Vllasi, me këtë qeverinë aktuale, ka gjasa që të përmirësohen, sepse në këtë studio kishim ministrin e detyrë të bujqësisë, i cili edhe tha se e kemi kuptuar dhe do të shohim për një kompromis apo për të konsultuar më shumë me aleatët ndërkombëtar. Beson që do të përmirësohen me qenë se i quan se nuk janë në nivelin e duhur? Po sigurisht që duhet të përmirësohen ato urgjentisht. Por mas pari, na nuk kemi qeveri, kjo qeveri teknike, vetëm sa ka shërbye për t'i kesu marrëdhëniet, dhe ajo që ishte e fundit, që u mush kupa kur janë nisën njerëz e qeverisë me kritikue, me sulmue, jo veç me kritiku gjykatën kushtetuese për vendimet që marke lidhur me kërkesa që i bëheshin gjykatës kushtetuese, lidhur me qëto problemet për konstituimin e kuvendit. Mas pari gjykata kushtetuese hisu dosht mu marrë me çështjet e konstituimit kuvendit, sepse ajo është çështje ekskluzive e marrëveshjeve mes
grupeve parlamentare dhe partive politike. Po në fund, kur gjykata kushtetuese mos di që ç'është më gjetë, edhe e mor një vendim sikur kur ju jep pushim mjeku, tha deri me 30. Po. E involvuan, zotri Vllasi, e involvuan duke e pyetur për çdo gjë. Duke qenë se Tashi nuk ka rrugdalje me duke vazhduar çik politik dhe pa e pas qeverinë dhe organet e pushtetit Kosovës të konstituar, parlamentin funksional, pa e pas qeverinë e re, nuk ka përparim në asnjë lami, pra as në përmirësimin e raporteve me ndërkombëtarët. Nuk është marrë, nuk ka kur farasi të kurtit tërhiqet prej do çështjeve, ta bën një vetë kritik, për kryesore është. Kur do të kemi qeveri të re? Ti s'po më bë pyetje, po çajo çështja kryesore. Tash kanë me hi në krizën e radhës lidhur me zgjedhjen e qeverisë. Që keni me pa çfarë problemesh kanë me se ky në parlament, që zgjidh probleme, por që krijon probleme. po do dalim Probleme edhe rreth qeverisë, me na i hup edhe një disa muj, edhe çka ndodh tani, me shku zgjedhje të reja. Po, do dalim edhe aty sigurisht, zotri Vllasi, duke qenë se sigurisht të gjithë presin formimin e institucioneve të reja, duke marrë parasysh gjithë punët që kanë mbetur peng, por të ndalemi vetëm edhe pak tek dialogu strategjik, duke qenë se pati edhe një vizitë të presidentit serb Aleksandar Vučić, që u takua me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, ku edhe bëhet ditur se kanë biseduar për përforcimin e dialogu strategjik, në anën tjetër një gjë e tillë u pezullua për Kosovën. Sa do ta dëmtoj Kosovën nëse zgjat një pezullim i tillë? E dëmton nëse zgjat një pezullim i tillë, për Amerikan Marco Rubio nuk e ka thirrë Vučićin vetëm mi ofrue marrëveshje për dialogun strategjik, për me sa dijon e me sa unë kam informata, para se gjithash e ka ftue lidhur me sankcione ndaj Rusisë, sepse Gazpromi i Rusisë e ka dorë industrinë e naftës Serbisë dhe para disa muajve amerikanët patën thonë se ajo do të përfshihet me sankcione. Por tani presidenti amerikan i zbuti pak marrëdhëniet me Putinin, kinse mosh po mledh men Putini e penon luftën në Ukrainë, tashti ka dalë që Putini e ka mashtru Trumpin dhe mas takimit Petin Alaska e ka vazhdu agresionin edhe ma ashpër në Ukrainë, edhe me sa unë ardhja e pranimi i Vučićit te ky Marco Rubio është për çato sanksione, mi thonë deri kur ti po lavdohesh që vetëm ti nuk i ke fut, vetëm Serbia nuk ju ka bashkan sanksioneve ndaj Rusisë, e që tash që ja patëm pezullu të lidhën me industrinë e naftës, ishtë që do të vazhdojnë dhe nuk po Serb e din që shë bujnë propagandën e vetë, me bojnë që Marco Rubio e ka pranu Vučićin si një shef shteti transition, si ku pëdel si për inatit Kosovës. Megjithatë, kishte një postim të vetë Rubios në rrjetet sociale ku deklaroi se kanë biseduar për dialogun strategjik, për forcimin e këtij dialogu, zotri Vllasi. Kanë bisedu, zë ato të thënë këto komunikatat zyrtare që shjepen qashtu për të çështje të regojnë edhe po, është e interesume për dialog strategjik edhe me Serbinë, pse jo, edhe me shtetet tjera. Amerika e ka tike vetë konstante
biseda strategjike me shtetet cilat dën të ketë marrëdhënie normale me to, do të ketë edhe biseda strategjike, por ajo nuk do të do të bëjë kompromis marrimeve dhe të politikës të vet me shtete si që janë Serbia që munohet edhe me Kinë, edhe me Rusi, edhe me Indi, edhe me Amerikanë. Vlasi, me gjithë ngërqin institucional tashmë që kemi, pret që aleatët ndërkombëtar të përfshihen më shumë, ka pasur zëra që aleatët ndërkombëtar do të bëjnë një qeveri të koalicionit pa Kurtin kryeministër. Pret që të përfshihen më shumë? Përfshihen më shumë, me ndihmu, mu mush menën na me bon një qeveri funksionale i cila i shërben interesave të Kosovës dhe bashkëpunimit mirë, për që ato do të përfshihen, për na ti as nuk hi manena, por unë mendoj se qysh janë të vepru, se si të vëjnë kësaj pune parlamenti jonë, zërë që do të ketë qeveri 3 dhe do të shkohet në zgjedhje 3-ja, apo na humbin ku. Zgjedhje 3-ja, ja do të dëshiroj votues do të dalin si cila parti që zgjedhje me lista gjona se që zgjidhen, sikur që pa dalë për shembull vetëvendosja me 120 emra, se janë 120 deputet e tjerë, votuesit të këshyrin listat mirë dhe qita që po bojnë probleme që janë tash deputet, mos t'i votojnë. Unë e kam frikë se hiq nuk kur t'hin tash në bisë zgjedhjen e qeverisë, do të krijojnë të lashë edhe ma të futin edhe ma të fill. Ka mujt rezultatët e zgjedhjeve. Në pajke, vetëvendosja një me ka marrë ma sunti, për në mafë që me bo qeverin dhe u dashke me njëherë u ashqiqare që duke e koalicionit. Është e vërtet që në vetëvendosje ki njerës me qipa, me tru që mendojnë që pushteti në dam nuk o pushterin e dashke me një ofertë për koalicion, për shembull me LDK-n dhe me bo kompromise me për njerëzit. Por nuk deshi, zotri Vlasi, nuk deshi LDK-ja që të shkonte në koalicion me vetëvendosjen. Unë po them dashtë se LDK-ja nuk deshti, do më thonë edhe ata bëjshin budallaki, se këtu po bojnë gara, kush po bo budallaki ma shumë. A këta shumica, a pakisa thanë s'po domi. Po qysh s'po doni, qysh me bo qeverin e Kosovës? Jeni ju për interes Kosovës, a jeni farë kryenësie t'juve. Ishte mirë atëherë, pse po thëmë jo me PDK-n? PDK-ja ishte e dyta me vota në interes demokracisë është me konë një opozite fort. Opozitja dhe LDK-ja ishin me bo qeverin e koalicionit, në të meren vesh mi do funksionet anë i këne, si shbo Kiameti, po, LDK-s gjësësi kishë taku një venin nën kryetarit qeveris, apo kupton, ose dhe të kryetar. Por, adini, për krejt këtë kohë, sa pun të ishin kry, qysh kish funksionua normal edhe parlamenti edhe qeveria. Kush ka faj më shumë këtu, zotri Vlasi, LDK-ja që nuk e pranoj 2 herë ftesën e vetëvendosjes, apo vetëvendosja që si pas LDK-s nuk e pati një ftesë të sinqert? Për të regoj tash të mësëllo ideja të zgjedhjeve për një koalicion VV-LDK ka qenë e jemja, për LDK-ja me njerë u deklaru këtë qka pëdo njerë, tha,
LDK-ja do të shkon në opozitë sepse s'jemi të kënaqur me rezultatin e zgjedhjeve. Okej. Masa ne vetëvendosja nuk oferte për koalicion, hajt, kur kaloj do kohë, LDK-ja thanë, po na kishme hin koalicion, po me marë kryetarin e që shemerë tim kryetarin e qeverisë në koalicion me partin që i ka 48 vota, spike uj, ma në fund kalun 2 muja sa, kur të ani kishme hin koalicion me LDK-n, kur e po që LDK-ja nuk po dën, ashtu që më shumë bisedojshin që mos me bo koalicion se sa marrë vesh me bo dhe kështu me ti puna. Mati ka mujt më kry puna koalicion me një qeveri, koalicioni LDK. Kujti ka konvenuar më shumë gjithë kjo ngërë, gjithë kjo ko pa institucione, zotri Vllasi? Duke qenë se nuk i kemi parë që kam pasur vullnetin asnjëra nga partit për të vepruar që të dalin nga kjo situatë. Po s'kanë përgjegjësi ndaj popullit dhe ndaj shtetit. Konkurosh për pushtet. Ti kesh njerëz në parlament, hish në parlament, ta bëjsh qeverin, do me thonë duhet të tregosh përgjegjësi ndaj shtetit dhe popullit, me sjelljet e deri tashme. Asnjë prej këtyne nuk u tregue që nuk ka manifestu përgjegjësi ndaj shtetit dhe popullit, por i këshyrin pozitat e veta, lufta për pushtet, madje i natët e ndërsjellta, si kur tishin aty për vetë, për i natët veta, e jo për interes shtetit dhe popullit. Ku për ne. Po, a janë shterur të gjitha mundësit, zotri Vllasi, për një koalicion të mundshëm, apo ka gjasa të formohet qeveria Kurti 3? Po dajma më rekon, nuk janë shterë. Nuk janë shterë. Krejt është ndurë të atyne cilët janë në parlament. Nesër, apo sot, më ullë. Vetëvendosja LDK-ja, apo këta që janë krejt kundër vetëvendosit, pse këta pra nuk e bënën shumicën, edhe me hinë histori, me thonë partia që i fitoj mas shumëti, meti në opozit, këta tjerë të bënën qeverin. Pse s'pe bojnë këta tjerë? Do me thonë, mundësia ekziston në çdo moment. Edhe besoj që kishin marrë lavdata edhe pe i popullit. Qa do duhet bërë, zotri Vllasi? Çfarë duhet bëjnë që të dalin nga kjo situatë? E përmende koalicionin vetëvendosje LDK, u bën përpjekjet, mirë po beson që ka ende aty gjasa që të bëhet diçka? Po është ndurë të tyne. Munën nesër tullin me thonë qështu, kemi pas qëndrime asi, por vetëm dajmat definohet, me thonë. Për interes shtetit dhe të popullit që po e bojnë qeverin e koalicionit, atëherë popullit thët, ani, bot shka bot marrina deri tash pja falëm, po hajde par zotin për shtet ta ketë qeverin, ta ketë parlamentin funksional. Nuk kanë kur far pengese, pse qimqi, a burra që pas kanë thonë, vala kom thonë që shtu burri nuk i ha fjallë. Jo mërë, kjo politik për interes shtetit, duen mu ullë qysht nesër me bo qeverin e koalicionit. Kush do duhet të lëshon të pe, Vllasi? Për qëfar me lëshu pe, bre, puna me lëshu e pe, po mu marë vesh si njerë që kanë përgjegjësi për shtet dhe popull, sepse i ka votu aty. Ose në të bohën këta, kush janë këta tjerë, s'pëdën as PDK, as LDK, në të bohën këta tjerë që i kanë, Ramushi i ka 5, Lima, 3, 8, sa bojnë pakicat jo sërbe, 10, me vetëvendosjen, në bon për mu më duket ma logjikshme, do t'ishte një qeveri stabile, e bindshme, nemën të votuzve që kanë marrë vota, këta 48, këta 20,
koalicioni, qeveria e koalicionit vetë vendosje LDK. Që kjo mendimi jam, ju po më vetëm për mendim temin, a për që s'jem të bo këta kur gjo, ajo tjetër. Po, është sigurisht kjo është mendimi juaj, zotri Vllasi, megjithatë është provuar, ideali kish me qenë kështu siç po thoni ju që të mirën vesh për të dalur nga kjo situatë, mirë po këtë nuk po e shohim, nuk e kemi parë këtë vullnet tash e 8 muaj, 9 muaj sa po bëhen. Mendon se Kurti ka mbajtur një qëndrim korrekt, po them, ndaj kryetarëve të tjerë të partive të tjera? Po qëfar qëndrimi korekt, kur parti tjera thojnë mas pari lidhur me kryetarin e parlamentit, mos na qitë kandidate cilja ma shumë ka gju fjallë si ministrën qeverin për 4 vjetë tu ingacmu, tu i sulmu këta të opozitës, sësa që i ka kry punë të veta, mos na qitë bre që to qitë një tjetër ta votojmë, ai jo, për i noti e ka vazhdu krizën, më në fund tha që pja qes një tjetër, Dimal Bashën e votun. Por të ashti dullin probleme tjetër, ato e diskutum. Po, e diskutuam, zoti Vllasi. Disun ju bjen fije njeri, ju po më veti për mendimin tem personal. Po pikrisht për këta, me qenë se edhe nuk po i gjendet zgjidhja kësaj pune, zotri Vllasi, duam të shohim se cilat janë ndoshta mundësit të shkohet në zgjedhje të reja, apo ka gjasa, ka ende mundësi, duke parë gjithmonë parasysh vullnetin e tyre, zotri Vllasi, sepse po ideali kish me qenë që të bashkoheshin dhe të bisedonin për të dalë nga kjo situatë. Mirë po, me qenë se nuk i kemi parë këtë tashe sa muaj, atëherë cilat mbeten mundësit, përjashtuat një koalicion të mundshëm mes PDK-s dhe Lëvizjes Vetëvendosje, tha që është i mirë një koalicion po të ndodhte mes LDK-s dhe Vetëvendosjes për shkak të stabilitetit, numrave më shumë, një qeverie më stabile, ndërkohë po ashtu sugjeruat edhe një koalicion mes AK-s, Nismës dhe Vetëvendosjes. Sa ka gjasa të ndodh kjo, duke qenë se raportet mes Nismës dhe AK-s edhe nuk janë shumë të mira tani? Me qita njerëz në parlament, po shife që s'ka gjasa hiq. Ju mu po më vetim kini thirë, hajde e di ju gazetar, t'jeni në zërë. A intereson shumë mendimi juaj, zotri Vllasi, në këtë pikë? Mendimi, po e thash mendimin të mësa herë me ta përsërit. Mirë, po që nuk e bojnë, do me thonë këta s'po donë me bo qeveri, duhet me shku në zgjedhje të reja. Edhe merë kohë, edhe merë shpenzime, por aty të një smete tjetër, veç mi lutë votusit. Aman, në ato lista të reja, qita emna që jonë qitash në parlament, qilë një syte më se votoni asë një, votoni ata tjerë. Se si cila parti, kur del në zgjedhje, e bon listën shumë ma zgjidhen që ata që e kalojnë atë cenzusin. Pra më shumë do të kemi gjasa të shkojmë në zgjedhje të reja se sa të formohet qeveria Kurti 3. Këtë, po thoni. Po qështu e kanë nënreq këta situatën qështu të punue, ma shumë ka gjasa në zgjedhje të reja, sepse këta nuk janë dëgachëm me zgjedhë as një krizë, pra as me te i kalu këtë gjendje, këshërni sa që pe merë dhe në shtatorë, sa kohë po humbim 5 zgjedhjeve që kanë qenë me non frurë. Qka kanë bo, hajgare po del, kur gjës kanë bo. Tash kur hinë bisedat në qeverinë e re, del si mandatar, ky që i ka mas shumë t'i vota Kurti. Del thot që propozimi për qeveri, është që kjo, shkon kryetaria duhet me mandatue, a i të një del duhet a qeveri mi a votu kuvendi, që ky kuvend thot e që të s'po ta votojmë, qështë se votojshin atë kryetarën e përë, qështë se votu në Rashiqin për, që thojnë s'po ta votojmë asë qeverin, ku jemi pastaj?
Po, zotri Vllasi. Dua të kaloj edhe tek një çështje tjetër me që ju kemi sot në këtë lidhje direkte. Ditët e fundit kanë dhënë dëshmitë e tyre në gjykatën speciale edhe figura të shuara amerikane. Si keni parë këto? Kujtoj që në 2015 edhe jeni deklaruar që gjykata speciale duhet të formohet. A janë përmbushur pritjet për gjykatën speciale apo ka dalur nga ajo që të gjithë kemi menduar për gjykatën speciale, zotri Vllasi? Kush thet 18-ën ka thonë që duhet? Thashë... Kuptova, pyetje nuk e kuptova. Po, Vllasi, pa të deklaruar që gjykata speciale dhe duhet të votohet, madje pa të kritikuar deputetët që nuk po e votonin gjykatën speciale. Këto ditë kemi parë dëshmitar të figurat të shuar amerikane që kanë dëshmuar, ndërta edhe James Rubin që dëshmit e ti sikur edhe bëmbuj këtu në Kosovë. Si ke parë realisht? Dëgjoj, mas pari paske ngatëru se unë kur s'kum thonë që duhet mu formu gjykata speciale, për kum thonë duhet një dhëmë speciale pranë gjykatës të Kosovës të formohet, mu morë me çështjet që kanë ndodhë gjatë luftës, në si cilën luftë ndodhen të sene, që mas luftë duhet mi shqyrtue drejtësia. Dhe gabim i madh u bë që mas luftë nuk u formue një dhomë speciale veçanë, si ti themi, pranë gjykatës të Kosovës për mi çështjet ndodhit gjatë luftës. Dihet që Kosova ka bo edhe UÇK-ja, ka bo luftë drejt, sepse lufta UÇK-s dhe jona ishte luftë çlirimtare dhe mbrojtëse. Për ndodhin do sen, jo ndaj civilve, jo ndaj, ka ndodha peshini kjo dhoma speciale në Selin në Hagë, e ka marrë, e ka përfshi ndodhë deri në fund 2000-tës, dhe më thonë vrasjet e mas luftës, dhe me pas formuar në Kosovë, ani kishmi edhe gjykatat e unë, me ikut, nuk kish pas sët në Hagë, nuk kishin nejt këta në Hagë. Ta shti, atje në këtë akuzë, çka shkruan, s'di na, unë ju më nume për cilë, nuk di për çka ngarkohen krejt, dëshmia James Rubin dhe këtyne të ujve, për në përsërit një histori, lidhur me Rambujen, lidhur që e dim krejt, dhe fakto, sa i përket Hashim Thaçit edhe unë muj me thonë që as ka pas rol ekzekutiv me kry vetë në vepër penale, as ka pas rol komandue që shë në ushtri ti në komandën e vetë me kry një vepër, ka qenë përfaqësues politik, s'di që shu përfshin, atje vetëm i thori më i fort që mu formue kjo gjykat ka qenë vetëm Thaçi, deri i ka bin njerëz me kuvend. Unë e besoj që me gjithate për Hashimin mund thëmë se me një më ofër këta një se di që kanë bo, në Hashimin edhe kisha kontakte me të sekretari ti, unë jam shumë i bin ai ka medalje mirë, për kuku me decka dytë për pengimin e gjyqit. Por unë gjithsesi dëshiroj që të gjithë lirohen atje, nëse ka për në vepër që nuk vjetërsohet në të merren gjykatat e Kosovës. Beson që pikrisht këto dëshmi, këto të vërteta për ushtrinë çlirimtare të Kosovës edhe do t'i japin kahje tjetër gjithë procesit, sepse u foj shumë për padrejtësi që po u bëhen 5 vite atje në Paraburgim, pranimi i dëshmive nga MUP-i Serb janë bërë shumë padrejtësi për shkrerët e UÇK-s. Beson që pikrisht këto dëshmi të figurave amerikane edhe do t'i japin një kahje tjetër gjithë procesit? Nuk di këto në freskun një të vërtet me ato në Rambujesh ka kanë do që shka
Dhimet e natës për rolin e Hashim Thaçit folshin asi, nuk di këto dëshmi sa korrespondojnë me ato që ka shkruan në këtë akuzë. Qëto është problemi, unë absolutisht edhe si avokat mund të them, nuk muj me kuptue një gjykot. Çfarë do që tjetë në këtë akuza që mi mojt këta njerëz 5 vjet atje pa një gjykim përfundim shkollës parë spaku. E besoj për ato sa ku mujt me përcjell deri tash që nuk mund vërtetohen ato me çka i ngarkon këtë akuza dhe këta lirë. Nëse ka diçka atje në ata këtë akuzë që nuk e ka ditë as James Rubini, as nuk e dim, na e din avokatët për do im shtina ajo pun e gjyqit që shivlin gjyqit për ajo gjyqit. E majtja atyne për 5 vjet atje është e pa drejtë. Po, dhe cili do tjetë bazuar në gjitha atë se çfarë kemi parë dhe dëgjuar deri më tani, cili do tjetë në fakt epilogu i gjithë këtij procesi, zotri Vllasi? Kjo pyetje e rënë dhe Sigurisht që të gjithë duam që ata të kthehen të pafajshëm këtu, megjithatë bazuar në gjithë atë se çfarë është bërë deri më tani, po përmendi këtu edhe një herë padrejtësitë që janë bërë, çfarë pret? Se s'po bën kuvendin mbledhje e me prish atë vendimin për formimin e asaj atë që pat për vendimin, u shkru një amandament i kushtetutës, ashtu që ajo gjykat dhëmë e specializuar gjykat. Prandaj në atë patë sulmuj në i gjykat e rusëve a kinezve, në vërtet gjykat që me ljumë kuvendi i Kosovës, ku para po që tjenë gjykat fuj, prokurat. Pse nuk e bëjnë, zotri Vllasi, një gjë të tillë deputetët e kuvendit të Kosovës? Qoftë ndoshta edhe vetëm për mbikëqyrje apo për monitorim të kësaj gjykate, mirë po deri tani nuk kemi parë asgjë. Shko, i tashti për shembull, do po thojnë pse hiç po pëtohet kurti me atë që për atë që po thot, a ju pa ta thonë, une mos e formani këtë gjykat, që nga zlotësirë sa në kuvend, nëse vendosjes në kuvend, dëgjo refuzonin veç fakt që kanë pas qëndrim refuzus kundër kësaj gjykate dhëma speciale. Po, kam pasur, sigurisht e kanë kundërshtuar madje goxha fort votimin e kësaj gjykate, zotri Vllasi, megjithatë janë edhe një numër i madh i deputetëve të tjerë, po përmendi këtu edhe deputetët e vetë PDK-s, të cilët pra ish krerët e partisë të tyre janë atje në Hag, do të mund të inicionin edhe këta, qoftë ndonjë referendum ose qoftë ndonjë kërkesë të bënin për monitorimin e gjykatës speciale në Hag. Tash veç na metet me dëshirue sa ma shpejt me përfundim procedurë në Hag, se po del që merre me men. Kjo gjykat, kjo është formuar për gjykimet e rasteve gjatë luftës dhe 1 vjet e gjys mas lufte. Deri tash i ka gjykuar një Caulin Pitholin, edhe një asdi që patemin, 2 janë nume ka 15 vjet asdi, dhe tash ka 4, tjetër nuk ka. Ndërsa Unioni Evropian dhe Amerikan për këtë gjykat i kanë pagu deri tash një 350 milion euro. Kjo që tin me
Qa pëndo, që është kjo, si erdi deri ajo, edhe daj ma me tjenë këtu. Pse e formoj kuvendi i Kosovës këtë dhomë speciale? Ishte arsyetimi a di cili? Po, Qëse nuk e formojnë, e formojnë që... Nëse mund ta përsërisësh edhe një herë këtë, kur thatë kishte arsyetime dhe cilat ishte, sepse nuk u dëgjuat mirë dhe duat ju dëgjoj. Tyre, kjo, do më thonë, duhet të përfundoj këto procedura sa ma shpejt. Vllasi, të falenderoj shumë që ishe pjesë e mesditës për ditën e sotme. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.